Vllaznia rikthehet e fitore në kampionat pas humbjes me Bylisin. Shkodranet triumfuan 3-1 në klasikën e Tiranës edhe pse besuan gol të parët, por përmbysja erdhi fal golit të Bismarck Balaj dhe një autogoli. Hek me siklet, sa të dishim që ishte në shef vështirë, për vetë faktin se Tirana në fazën e dytë masionarit ka shpenzu shumë, ka mbledhur lojtar shumë. Edhe Gjesi kishte ardhur trajneri i dishim që do të ishte në shef vështirë. Na rezultoi e tillë, më thënë drejtën, pavarësisht se ishim më superior, po duhet i bëj komplimente Tiranës se me të vërtetë e ka arrit goxha ekipi. Duhet komplimentoj djemt sepse për asnjë moment edhe pse ishin disavantazh 1-0 nuk u nalen, nuk u tremen, por vazhduan me kamulje, me lojën dhe qetësinë e tyre, arritën me shënu. Filloi pjesa dytë shënu më shpejt, gjë që na dha qetësi taktike më tepër. Shënum golin e tretë, mund shënosh edhe një gol tjetër, gjithsesi duhet jemi më të kujdesshëm tek tranzicioni negativ, se mund mësoshim në një gol që do ishte gjëna mund të rihapte se neshja prapë. Kështu që i komplimentoj djemt, kanë bëjnë neshje të mirë, por mas orës 12 natës fillon një ditë e ditë që duhet me mendu për neshjen tjetër. Po tjetër që kërkon të merrem më shumë, por edhe tjetër futbolli, s'na bëhet që edhe ta pranojmë. Neshja nisë mirë, por goli pastaj që pësua mund t'ishte i evitueshëm, dhe këtë neshë 1-1, mas pjesës parë dhe pjesës e dytë, mendoj që kemi pësua nga gabimet tona, dhe të pësosh nga gabimet tuja është e mërzitshme, sepse janë disa gjëra bazë, zonat rrezikshme, nuk mund mbahet topi sepse është rrezik tek porta jote. Lojtari i ndeshjes u shpasun musi Charles Bismarck. Yes, it's been a long time I scored. Ishte një kohë gjatë që s'kisha shënu. So with this good to give me confidence. Edhe ki gol mirë konfidencë për në vazhdimsi, edhe motivon për të ardhmen. Jo, jam vetëm i lumtur për golin edhe që fitum neshën. Me këtë fitore vllaznia vjen kryesinë për si një pikë pas 26 javësh kampionat.